Dedi po kthem pas të gjitha mbeturinat që idhen në të. Kjo situatë vërehet në Vlorë për gjatë ditëve me reshe shiu, ku mbeturina që idhen në rrjetin e kanalizimeve përfundojnë në det dhe më pas Adriatiku i kthen sërish në Bregdet të gjithë ndotjen e shkaktuar aty. Një situatë e tillë konstatohet edhe mëngjesin e kësaj të mërkure në Lungomare, ku kemi ndotje masive të Bregdetit. Nazir Habibaj është punonjës i Bashkisë së Vlorës, i cili merret çdo ditë me pastrimin e Bregdetit në zonën e Lungomares. Prej 10 vitesh ai punon aty, teksa thot se kjo është një situatë e përsëritur. Habibaj tregon se mbetjet vijnë prej kanaleve kulluese duke përfunduar në Bregdet. Sipas Habibajt, qytetarët janë ata që hedhin në kanalizime mbetje të ndryshme që vijnë më pas drejt Adriatikut duke shkaktuar ndotje të normave të lejuara. Habibaj ka një thirrje drejtuar qytetarëve që mos të ndosin, pasi kjo ndotje sipas tij ka vetëm pasoja negative. Punën e tij të përditshme e bën me pasion, por thosë se është e vështirë për shkak të fluksit të mbetjeve që vijnë drejt Bregdetit. Unë kam 10 vjet që kur është bërë Lungomarja, kam filluar punë këtu dhe këtu mirë natyra që mbush me mbeturinë, po ne kemi më shumë me popullin e Vlorës që nga fabrika Çimendës mbushin kanalin dhe vërshojnë gjithë mbeturinë. Unë i bëj thirrje popullatës të asaj zone të kenë kujdes ta mbajnë sa më pastër qytetin se e shijoni. Çfarë gjen sot në Bregdet? Gjithë mbeturinat e premve të kanaleve këtu vinë që të gjitha se janë korrente dhe rrymat i mbledhin në këtë zonë. Është e pamundur. Sa e pastrova tani, shkoça shumicë solidete i barishte, qes ka kanal që pa fund. Ndërmarrja në dispozicion, bëri 4 rrugë dje, sot ka ardhur që në mëngjes dhe unë bashkë me ta, përgjesi, brigadieri, drejtori, të gjithë me radhë, s'mundemi do si ja dalim dot. Kemi nevojë për ndihmë, thirrje popullatës së zonës fabrikës Çimendës mos na mbushin kanalin me dyshek, me qeska pa fund, nuk kanë zgjidhje. Kush i hedh ose nga vijnë këto mbeturina? Ato vijnë nga kanali kryesor, nga fabrika Çimendës dhe të gjitha zbrazët këtu. Sado e pastroi ndërmarrja, të gjithë bashkia e pastroi kanalin, pra vazhdojnë i shikoni atje si e keni plot me kanaçe dhe bidona. Në Bregdetin e Lungomares kanë përfunduar të gjitha mbeturinat e përrenjve apo edhe kanaleve kulluese, të cilat derdhen në det. Aty mund të takosh mbetje plastike, orendi shtëpiake, mbetje druri, por edhe materiale inerte. Gjatë ditëve me motë të përkeqësuar, kjo situatë rëndohet edhe më tepër.